Pra ju thatë që keni një vëlla të vogël? Po, edhe një shoqe e momit, gjithë kur të vjen, lakmon shumë djem, edhe gjithë kur të vjen, e donë shumë vllavin tem edhe tani smuhet vllau, si të shkon ajo. Okej, mirë. Mësyshe. Kjo është energjia negative, ekziston mësyshe, është i përmendur edhe në një vend, 2-3 vende në Kuran, ekziston edhe mësyshe është që kjo pra, energjia negative që na ja japim dikujt me shikimin tonë. Nëse na jemi të djallëzuar dhe na mbyt lakmia, na mbyt smirkeqja, xhelozia, ta kem une pse ajo e ka, unë se kam, ajo është një edhe një bëjnë 2. 100% e kap, jo vetëm njeriun, sidomos fëmijët edhe kafshët. Edhe kafshët, ka pas raste, lopa kanë gordë prej mësyshit, sepse ka qenë shëndosh, prandaj na thojmë, mashallah, kjo është që është krejt prej Zotit, që Blerina është e bukur, është prej Zotit, mashallah. Edhe atë energjin tonë negative që pyet ndëgjusja, na duhet ta shëndrojmë në energji pozitive, në mënyrë se ti kur jep negativitet, ti krijon veç negativitet. A kur ti thu, o Zot, ma jep edhe mu një vajzë të mirë, si kjo bebushi i vogël, si bebja i vogël, një mes apo një njip që tha. Do më thënë ti automatikisht e shëndron energji negative në pozitive me një fjalë, mashallah. Po qysh mi a bo mësyshin që e kap fëmija? Po që e kap fëmija, edhe kjo është bestytni, thojnë shkollaja ftyrën të WC-ja, edhe të këqia t'i rafshin nuj. Jo, na e kemi mësimet fetare, na mësojnë, ajo normal mund është mja la ftyrën, ama jo të WC-ja, se ujë është krijimi i Zotit, ja lanë të qeshmja, të banjo, se është si loj abdesi, lirisht jepi abdes fëmijës, sepse abdesi, jo, fëmijën e vogël jepi abdes, kur e din që po donë me shku dikund, edhe po donë se abdesi të runë, ose me tarë, po Blerina, me arë dikush, nëse nuk mund është abdes, spaku Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit, të gjithë më shirshmit, më shirplotit, o Zot, lutu, rrumi fëmijët e mi, gjdo mëngjes, jo vetëm kur vjen dikush, sepse në rrugë mundet mi ndodhë diçka, prandaj është ajo ambrella që e mbron Zoti kur nona lutët për fëmijët e saj. Kemi dhe një telefonat tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Unë duket për një që të sot. Apo më dëgjoni? Po ju dëgjojmë. A keni ndonjë storje, me nda me ne? Po s'pëdi, është puna masi është të beslytnia, unë e menaj që kretë këtu e kanë një bazë dikën. Ku e kanë bazën? Një, për shamëll është mes mi prej thojt natën. A i prej thojt natën te? Jo, se unë e menaj që këtë në herë s'kam pas për shamëll dritë mjaftushme, edhe mi prej thojt natën, normal që ke gabu e ke prej ma shumë ama pak. Për shamëll, edhe shumica mesin për fakteve, bazunë fakte diku. Procesi rritjes. A për shamëll që edhe një... Po janë edhe ditët e caktume kanë qenë dikur që nuk i kanë të martëve, atajtëve, apo. Edhe e ka një bazë diku më përmendej, s'pedi. Ama që për shamëll më mdallë malë se azez. A këthejsh të rapa mbrapa? Jo, me kanë me kërë pa ashtin në i këfer të kjerë më duke që s'ka më mezë për pesë. Mirë, falimderit shumë. Shiko, zotëria në fjalë, mire kishte, thot, dikund, gjdo kund ka bazë. Ka bazë ose në bestytni që s'dut me i besu, si maca e zezë që s'po këthehet në rikverës, ose ka bazë, për shembull, thot, të mos i preni thojt natën. Jo që nuk ban, edhe kjo është thonje profetit që s'duhet me i prej thonjet natën. Jo që atër s'ka pas dritë, se ka pas gaz, sot edhe me qiri mundesh me i prej thojt pa pik problemi. Pak e ma shumë e ndryqon. Po është problemi që procesi i rritjes, hormonet e të pushuarit, qetësuarit, fillojnë prej orës 11 natës e tutje. Shë që procesi i rritjes së thonjeve, së flokve,
ti ja prishat procesin, ja shregullon, për atë arsye. Ndërka që e etja, për shembull, e etja është natë e shenjtë, sepse vjen dita e premte, që është dita fest e javës. Do më thonë, muslimanët, besimtarët, mas shumë ti që na e presim këtë ditë premte, edhe pse në shtetin komunist neve na kanë shly prej literaturës, prej shpirtit, kanë dash me na shkull, mirë pas kanë mund. Pra ndaj, e premtja, sidomos kjo koha, prej mëngjesit, derisa thirr hoxha, kjo është kërrejt begatit, lutjet, duhet mi u përkushtu Zotit sa ma shumë që mundemi, sepse është ditë feste. Ndoshta, mas namazit gjumas, ti kime u gëzu. Për hir, asaj shejtërisë natës e ejte, apo së premtes. Pra, mire pati zotëriju në fjalë, shikuesi, që ka një bazament, por këto negativet nuk ka një bazament. Mos mi prej të ajtën, thonjtë. Po, jo mos mi prej natën, sepse procesin e thonjëve edhe flokët edhe gjitha. Pra ndaj flokët, për shembull, në Bestetni thot mos i krej natën. A në realitet, Imam Gjafer e Sadiku thot, gjithmonë flokët duhet të krehen në mbrëmje, sepse ato të fije të vdekura duhet largohen. Qartë. E pastaj kur vjen